Në një fitore historike që ka ndezur debat dhe vëmendje në të gjithë SBA-n, Zoran Mamdani u zgjot kryetari i Bashkisë së New Yorkut më 5 nëntor 2025, duke bërë histori si i pari kryetar mysliman i qytetit. Mamdani, një socialist demokrat 33 vjeçar, fitoi fillimisht në garën paraprake demokrate dhe më pas në zgjedhjet përfundimtare, duke mundur rivalët me një fushat të fokusuar te reformat sociale, angazhimi ndaj komuniteteve dhe diversiteti kulturor. Fitoria e tij reflekton ndryshimet demografike dhe ideologjike që po ndodhin në qytetin më të madh të SBA-s dhe ka tërhequr vëmendjen e mediave dhe analistëve politik në të gjithë vendin. Si u zgjodh Mamdani dhe pse ishte një surprizë? Mamdani u shfaq si një alternativë fuqishme ndaj kandidaturave tradicionale. Ai arriti të mobilizonte votuesit të rinj dhe komunitetet më të marginalizuara, duke përdorur një fushat të bazuar në përfshirje dhe reforma sociale. Përveç kësaj, ai tregoi aftësi të jashtëzakonshme për të krijuar koalicione të gjëra dhe për të shfrytëzuar teknologjinë dhe mediat sociale për të arritur votuesit në çdo cep të qytetit. Fitoria e tij nuk ishte thjesht një rezultat numerik, ajo ishte një shenjë e ndryshimeve të thella që po ndodhin në mënyrën se si qytetarët e New Yorkut shohin politikën dhe përfaqësimin e tyre. Pse mediat amerikane e quajnë Makthi Trump? Epiteti Makthi Trump nuk është një sulm personal, por është një përshkrim i tensionit ideologjik që Mamdani përfaqëson ndaj vizionit konservator të ish presidentit. Ka disa arsye kryesore pse mediat amerikane përdorin këtë term. Ideologjia progresive. Mamdani mbështet reforma të thella në arsim, shëndetësi, shërbime publike dhe mbrojtjen e të drejtave të punëtorëve. Kjo bie ndesh me agjendën konservatore dhe pro-biznes që Trump shpesh promovon. Qasje liberale ndaj imigracionit dhe ndryshimeve klimatike. Ndërsa Trump ka promovuar politika nacionaliste dhe kufizuese për imigracionin dhe është skeptik ndaj politikave të gjelbërta, Mamdani përfaqëson një qasje globale të hapur dhe progresive që sfidon këto ide. Simbolika kulturore dhe fetare. Mamdani është i pari kryetar mysliman i New Yorkut. Për mbështetësit e Trumpit, kjo përfaqëson një ndryshim thelbësor në profilin dhe identitetin e udhëheqësit të qytetit, duke sfiduar imazhet tradicionale të Amerikës që Trump shpesh ka promovuar. Rinia dhe energjia progresive. Në moshën 33 vjeçare, Mamdani përfaqëson në rinovimin politik dhe entuziazmin e të rinjve për të ndryshime radikale, gjë që mund të shihet si një sfidë për bazën tradicionale të votuesve konservator të Trumpit. Simbolika e ndryshimit. Fitoria e Mamdanit është më shumë se një gjendje politike. Ajo është një simbol i ndryshimeve që po ndodhin në qytet dhe vend. Ai përfaqëson diversitetin kulturor dhe fetar, duke shënuar një hap historik për përfaqësimin e komuniteteve që më parë ishin nënpërfaqësuar. Progresin social, me fokus te të drejtat e punëtorëve, shërbimet publike dhe barazia sociale. Rinovimin politik, duke sjellë energji të re dhe vizione të reja për të ardhmen e New Yorkut. Ndikimi politik dhe mesazhi për SBA-n. Epiteti Makthi Trump ka jehon edhe pse fitoria e Mamdanit shihet si një tregues i sfidës ideologjike midis dy vizioneve për Amerikën, një Amerikë konservatore, nacionaliste dhe një Amerikë progresive, diverse dhe përfshirëse. Mamdani nuk është thjesht kryetari i New Yorkut, ai është simboli një lëvizje më të gjerë që po kërkon të ndryshojë mënyrën se si politika amerikane përfaqëson qytetarët e saj. Zoran Mamdani përfaqëson energjinë rinore, progresivizmin dhe diversitetin kulturor që po formojnë të ardhmen e New Yorkut. Makthi Trump është një metaforë për tensionin ideologjik dhe ndryshimet që po ndodhin në zemrën e politikës amerikane. Ai nuk është një kërcënim personal, por është një simbol i sfidave dhe mundësive të reja që pres një nga qytetet më të rëndësishme të botës. Fitoria e tij tregon se politika po ndryshon dhe për shumë amerikan, kjo është një shenjë një të ardhmeje më të përfshirëse.